Se Muhamedi a.s. Çfarë ka thënë, kur I ka përmend 3 mëkate, ka thonë shirku, mos respektimi I prindërve, edhe e treta çfarë ka thonë? Dëshmia e rrejshme. Dëshmia e rrejshme. Paramendo subhanallahu ti pe din kush e ka vra filonin, edhe po qohësh, edhe po dëshmon për një person tjetër, edhe po thu ky e ka vra. Ti pja shkatron jetën, pja shkatron familjen. A din që dhe më thonë kjo? Për atë arsye edhe prej mëkateve të mëdhaja, mu qu edhe me dëshmu rrejshëm për dikon. Bëhet plani, filonin e ka vra filoni, qysh, tek, ane I këni, për atë arsye kini kujdes prej lajmeve. Për një rastin që o bën Kaçanik. Plot pista po dalin, o vllaznita, a peshini. Na nuk po dim, prap nuk po gjukojmë, nuk po dim. Ama plot pista po dalin. Ne, me disa vëllezër, që kanë mendime ekstremiste, nuk pajtom këtë dim. As për ata nuk po gjukoj, po flasim në mënyrën e përgjithshme, mirë po. Mu qu dikush tjetër me mytë. Edhe mi janë vesh një personit, po qoftë edhe nëse dikush është ekstremist, kjo është padrejtësi. Allah subhanahu wa taala thot, mos t'ju shtiu rrejtja ndaj një populli që të bonit padrejt. Edhe nëse ti me një grup caktuar apo me një person caktuar ki fesate, ki fitne, apo ku e dione ideologjike, mu qu mënyrë të padrejti, e pastaj si shkak I asaj, mu qu disa gogol, apo s'po di çka më ju thonë, me dal, me shajt islamin, në bas një vepre caktuar, me shfrytzu rastin, po kom po do ti me sulmu? Po do me sulmu dinin Allah të zogjel? Po do me sulmu një fet Allah subhanahu wa taala që I ka bu boll këtë perandorive, prej faraonit e prej kretve, ju ka bo boll, ti po të me sulmua me gazetën toda? Po ti e sulmuan vetë-vetën e. Ti vetë-vetën e sulmuan. Andaj mos vini prej e disa, çdo herë po e potencaj, disa gazetarve që I bëjnë lojmet për klikime, çdo se del tipi, thot, ju pi ushtroni për terrorizëm, pi edukoni nëse I thoni fëmijës mos me festu vitin e ri, pa ai çmendën me ti, ai interesiti mirë. A jenë të rezi mirë ti? A është kjo liri e shprejës? A ki demokracin? Jo, tash pju pengonë demokracia, që kjo problemi. Se pishone do analista, dolin, tash po thot, problem se kjo demokracia pja u lejon në Evropë. Kemi folna me autoritetet zvisrane, ju kemi thonë që shqiptar tani këni, pa të megjim jam pedin se s'ka të ekstremizëm, kur gjo, për mësën fe. Ti piktujt po do mi tregu ati, apo? Thuj komunist jam. Thuj komunist jam. Thuj une po du mu konë sikur gim, ta marim vesh kushje. Mësë më përzidi mu demokraci, se demokracia ta lejon ty praktikimin e fesë. Këshërë në kushtetutën e Kosovës e ki manifestimin publik të fesë. Manifestimi publik I fesë që kjo është? Manifestimi publik I fesë është mu falë. Manifestimi publik I fesë është shamia. Që kjo është manifestimi publik. E nëse do në me shku të aja atje në kin, atëre kalzona. Kalzona, ose te baba Enver që ju konë për para, po do një mu këthy në qatë sistem, atër ta dim kush jemi. Plot gojnë demokracia, demokracinë a di kur e kanë. A demokracinë e kanë veç për çështjen e tyne. Kur djenë për islamin nuk e kanë demokracinë. Mirë po kini kujdes, në për komente, se unë pisho do vllazni, po shpërthejnë, po shahën, po kërcnojnë. Pse pju jepni argumente aty në vllazni? Ata plasin kur ju shojnë qështë juve. Që kjo është goditja më e madhe ndaj anti-islamistave ku t'ju shojnë juve, familjet e juve që keni fillu me praktiku islamin. Që kjo është goditja më e madhe. Me menquri, me maturi. Që kjo është plasje për ta. Mos ja e pat komoditet, a I me t'godit me një koment, me thonë, që ekstremistat. Ajo kemi thonë që ta janë. Ja, edhe nëse padrejtisht dikush akuzot, na prap kemi me fol kundër ekstremizmit. Kemi me dal, edhe kur ti flet kundër ekstremizmit, vllazni, kur ju flisni kundër ekstremizmit, anti-islamistave ja u prishni matematikat. S'kan ku mu kap. Nëse ti shun, atër kjo I bjerë në pamjen e jashtme si lloj miratimi. Ata I bjerë që ti s'po fleta, për edhe ky me ta është, edhe ky është me atë, jo, na flasin, kemi me fol. Kush do quftë që e kam bo, kemi me folna. Edhe kemi me thonë që nuk lejohet. Sepse na edhe me një video të maherët e potencova dhe thash, ka për vllaznive që I keq komentojnë hadithet. Ka thënë Muhamedi a.s. Kur ta shihni një të keqe,
thot hekne me dorë, apo? Hekne me dorë. Fejn lem yastati, nëse nuk mundeni, thot me gjuhë, nëse s'mundeni, me zemër, kjo është ma e dopta. Hajde tash ti e shën në rrugë për shembull, një person vjedh, edhe Allah në Kur'an ka thonë vjedhësit dhe vjedhësës preja dorën. Tash më shku mja prej dorën atij. Peshe të bo zina me një mal, me një park të saktuar, a ki me shku me ekzekutu jo? Së është nuk është punë e jotja, vëllaja. A e punë e shtetit është. Po s'ka shtet shirja ti ku kry puna. Me gjuhë. Ma më zbën zina se haram e ki, o vëllah. Ma se ki mu dënu të Allah. Qëto a pe bëjmë na kretë vëzni? A kemi problem me shtet që pe bëjmë qëto, që pe flasim qëto? Shfrytëzaj, Allah. Shfrytëzaj qëto senet. Shfrytëzoj qëtë momentum shfrytëzoje, mi vetëdisu popullin tënë. Mi thonë kjo është haram, kjo është shirë, kjo kufër, kjo kështu, kjo ashtu. E pastaj të ekzekutimi dënimit së është puna jote. Bile, subhanallah, duke e këqyrë që kjo ekzekutimi me marë ligjin në dorë, si duket ka arë prej kanunit lek dugagjinit. Sa ta kanë pas që shtot? Të shqiptar ta kanë pas. E kanë marë ligjin në dorë. Njoni e ka vra filonin, për shembull, u që kretë shpia, për shkakt një filonit, kretë shpia u dosht, më bloku, edhe kanë shku e kanë vra djalin e vetë, vlajin e vetë, pëse me lo, qyshe vra tjaj? Se cili e përgjësi për vetën e vetë. Gjaku për gjakun, që jënë do pasazhe të kanunit. Një vepër i një antarit familjes mund të sjellë dëshkim për të gjithë familjen, si në rastin e gjakmarrjes ose ndëshkimeve për nderin. Shumë raste zgjidhen me vetë gjyqësi, pa gjykat të organizuar. Do më thonë, këtë të gjëra, si që përshihet, kanë rrjedh prej kanunit lek dugagjinit. Unë e pe vras një person, që ka foj vla jem, vla? Që ka foj fëmija jem? Unë jam i prisht, fëmija jem është besimtar. Pse po ma vret ti fëmin tam? Vroj mu, s'ka foj aj. Këto kanë rrjedh prej kanunit lek dugagjinit. E ti si musliman, që thu mos gjykimi me liqë të Allahut është kufër i madh që të nxjerrë pi fesë, që to e ki marrë pi lekës. Këtynve që shto du të mjë kallëzu, që i kanë këto bindje. Mi thonë, ti kafir po bosh, si pas bindjeve tua, se pi lekës që kjo është. Ti kanunin të lek dugagjinit me marrë ligjin dorë edhe me shku me vra një person. Islami se bën kështu. Islami nuk e bën. Islami ka gjykata. Islami ka institucione. S'ka gjykata, s'ka institucione, u kry punën. Bjerë. Përgjësia bjerë, edhe nuk ki përgjësi tek Allahu subhanahu wa ta'ala, çka do të bën institucionet e saqme puna atyre, ti s'ki përgjësi tek Allahu e kërkon hakun, edhe kryet puna. Që kjo është fija jo.